Sulmuesi kombëtares Myrto Uzuni ka reaguar në Instagram lidhur me komentet negative dhe ofenduese që mori nga komentuesit e rrjeteve sociale pas videos virale nga dasma e motrës së tij, ku ai shfaqet duke hedhur lum parash. Gëzimi i tij familjar dhe gjesti që bëri për të festuar lumturinë për martesën e motrës u keq interpretua nga shumë përdorues të rrjeteve sociale. I ndodhur në qendër të vëmendjes, sulmuesi reagoi me një mesazh të gjatë në rrjetet sociale, duke sqaruar se gjithçka ka qenë një moment i pastër gëzimi familjar. Videoja e hedhjes së lekëve ishte thjesht një moment gëzimi për motrën time. E di që ka shumë xhelozi, por unë jam ai që kam qenë -0 dhe sot ja kam siguruar familjes të ardhmen. Faleminderit Zotit, shkruan ai. Uzuni thekson se nuk ka bërë asgjë të gabuar, duke kujtuar sfidat e së kaluarës dhe rrugën e mundimshme drejt suksesit. Nuk I shpenzova lekët nëpër diskoteka duke hapur shishe. Çfarëdo që të bësh, dikush do komentoj. Unë vetëm bëra atë që ndjeva.